Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Një ndryshim i madh do të bëhet për ty në këtë moment. Përgatitu, Tarot. Pra, do të bëhet një ndryshim i madh në këtë moment për ty. Çfarë është ndryshimi i madh që do të bëhet për ty në këtë moment? Ylli polar. Ti do të shkëlqesh si një yll polar në univers. Do të kesh një perspektivë të shkëlqyer të jetës tënde. Sepse ke pas momente pak të trishtuara. Ke qenë si e lidhur me litar, me fash, por largoi të gjitha ato mendime negative dhe foli intuitës tënde të brendshme, zërit tënd të brendshëm, sepse ky lajm i ndryshimit do të jetë shumë i shpejt, do të jetë një lajm që do të vijë nga ky kalor si shpatës në mënyrë të rrufeshme dhe do të largojë nga ty, mbretëreshës e shpatave, këtë mërzitje, këtë trishtim që të ka plakosur dhe do të vijë paqja, dashuria, harmonia që ti e pret prej kohësh. Në këtë udhëtim lumturie, me këtë mashkull që ty të vjen shumë shpejt dhe do të ndryshojë komplet jetën tënde. Përgatitu me këtë kalorës, me këtë shkop në dorë që tregon pasionin, emocionet që ai ka për ty, dashurinë e madhe që ka për ty. Ka shumë për të thënë. Është i menduar se çfarë do të thotë më përpara. Është i fokusuar tek ty dhe ti gjithmonë në vetminë e ti e ke të ka parë si kjo dritë, si ky fener në tunelin e tij të errët, gjithmonë i ke ndriçuar errësirën e tij, sepse ky është një person që nuk shprehet fort, nuk shprehet shumë, është pak i tërhequr, por do të bëj, ka vendosur që të bëj një ndryshim të madh dhe të shpejt, të vit tek ty, të heqë këtë trishtimin dhe ky ndryshim do të jetë shumë i shpejt. Me kë rezonon kjo energji? Me kë shën të horoskopit rezonon kjo energji e bukur? Me bijakët, me peshore, me akrepin, me peshqit, me bricjapin, me ujorin, dashin, qigjetarin dhe luanin. Kurse me gërmat e alfabetit, të emrit, të mbiemrit, të qytetit apo të shtetit tuaj, mund të rezonoj nga që është energji e përgjithshme me gërmën Z, gërmën D, gërmën N, Z, gërmën M, L, D, J, Q, Gj, X, T, V, T, N, K, H, H dhe gërmën O. Faleminderit shumë, miqtë e mi.